Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë. Të dielën në emisionin Familja Jonë, në pjesën e parë flasim për lëndimet sportive, së bashku me ortopedin, doktor Ardian Karakushe. Në futboll karakterizohen lëndimet e gjunit janë më të shpeshta dhe lëndimet e nyjës tallokrurale apo të kyçi këmbës. Në pjesën e dytë trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, rolin e psikiatrit dhe psikologut, kur duhet të punojnë bashkë për të njëjtin rast dhe kur një pacient ka nevojë vetëm për njërin prej tyre. Këtë temë diskutojmë me psikiatrin, doktor Bujar Berisha dhe psikologun klinik Besnik Kadriu. Ilaçet psikiatrike janë ilaç që kemi psikoterapi në ilaç. Do të thotë është ilaç i cili ndikon në proceset biokimike të trurit. Ndikon në disponimin e tij, ndikon në ankthin e tij, ndikon në agjitimin e tij. Qëllimi është që klienti ta kuptoj se terapia gjendet brenda tij dhe psikologu ka me ndihmu që ai me marrë veten, me gjetë mënyrat, me gjetë format për me të i kalu vështirësinë, edhe mos jetë i bazum në faktorin e jashtëm. Në blokun e tretë flasim për varësinë nga antidepresivët. Kur fillojmë ne mi dhon ilaçet, një pjesë e prodhon truri, një pjesë ndikon ilaçi edhe stabilizohet gjendja emocionale. Mirë po mas 2-3 javësh, truni fillon e nal prodhimin e atij ilaçit, këne fillon dhe shtohet. Ndërsa në rubrikën e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi na sjell një super recetë për smoothie. Ka me ndihmu tash me stimulu qumshtin e gjirit, po edhe pasi që të lind pepa. Për këto dhe shumë materialet të tjera, takohemi të dielën nga ora 16. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.